I riu Egnant Elmazi nga Ksamili ka 7 vite që ka zgjedhur të ndjek pasionin e tij si berber, që në fillim ai ndoqi një kurs profesional për të mësuar zanatin dhe më pas nisi të punojë me përkushtim në këtë fushë, duke e kthyer në profesionin e tij të përditshëm. Gjatë këtyre viteve ai tregon se puna e berberit ka si vështirësi ashtu edhe anë të bukura. Sipas tij trendet ndryshojnë vazhdimisht dhe meshkujt sot kujdesen gjithnjë më shumë, jo vetëm për flokët, por edhe për mjekrën dhe pamjen e fytyrës, gjë që e ka bërë të përshtatet vazhdimisht me kërkesat e klientëve. Kam gati 7 vjet që kam nisur si berber. Kam bërë një kurs rreth 6 muaj dhe tani kam punuar si punëtor, tani është gati viti 2 që kam hapur berberanën time që e kam sajuar në të lloj mënyre. Ka qenë pasioni im, më ka pëlqyer që në fillim si punë, edhe kam vendosur që ta ndjek, ta bëj. E mësove nga kursi apo kishe filluar që i vogël të mësoje të? Them drejtë nga kursi, se s'kisha ku e praktikoja më përpara, dhe aty nga kursi duke filluar, duke mësuar, duke praktikuar me shokët, me njerëzit, edhe duke ardhur këtu ku jam sot. Për të qenë e vështirë shumë, por është edhe e bukur. Sa e vështirë është edhe e bukur. Do me thënë, ti si berber duhet të krijosh atë fantazinë tënde që ke aty me njerëzit, me flokët, me çdo gjë. Çdo çun tani që mundohet të arrisi dhe mjekrën, kërkon dhe për mjekrën, kanë dalë si trende tani që duan mjekër gjithë pothuajse dhe po ka dhe nga ata që kërkojnë vetëm për flokët ose vetëm për mjekrën. Dikur ai punonte në berberanët e zonës, ndërsa prej gati 2 vitesh ka hapur biznesin e tij. 25 vjeçari ka sjell një risi të veçantë në zonë duke e kthyer një rulot në berberan, e cila po tërheq vëmendjen si nga vendasit ashtu edhe nga turistët e shumtë që vizitojnë në zonën gjatë sezonit turistik. Një ide shumë e veçantë kjo, në një rulot. Po. Berber në një rulot, si shihet nga vetë klientët e tu? Unë kam parë që edhe shumë njerëz vinë këtu thjesht për të kërkuar foto, sepse ju duket diçka e veçantë. Edhe shumë njerëz vinë edhe për ta provuar si një eksperiencë e re, domethënë të qethen në një rulot. Kam pas një dyqan, edhe pasi mbylla dyqanin mendova të bëj diçka të veçantë, pasi këtu në Ksamil u hapën shumë dyqane berberash, edhe mendova thash të bëj diçka të veçantë që të jem më ndryshe nga të tjerët. Edhe mendova të bëja këtë rulotën, e kam sajuar vetë, e kam bërë gjithën vetë siç e shikoni juve këtu. Çdo gjë e kam bërë unë. Lëviz me të apo thjesht qëndron këtu? Për momentin kam gjetur vetëm këtë vendin këtu. Por kjo është edhe e lëvizshme, por nuk e di, të shikojmë më vonë, edhe mund të bëjmë të lëvizshme, të shkojmë nga një vend në tjetrin. Si shihet nga turistët? Vinë turistë tek ti? Po, shikohet diçka e veçantë, njerëzit kur kalojnë shikojnë, thonë wow, ke bërë diçka shumë të bukur, ke bërë diçka të veçantë që jo shumë njerëz e kanë parë dhe një herë tjetër këtë gjë. Ky shembull tregon qartë se pasioni dhe këmbgulja mund të shndërrohen në sukses edhe kur fillon me hapa të vegjël. Historia e Egnant Elmazit është një dëshmi se ideja, guximi për të inovuar dhe përkushtimi në punë mund të sjellin një ndryshim të dukshëm në komunitet, duke e bërë një shërbim të thjeshtë, një eksperiencë moderne dhe tërheqëse për të gjithë.